Faruk Brat Gjimshiti po thotë, nuk ishim të friksuar në futboll, nuk ka friksim. Anglia është e fortë, jo vetëm ndaj nesh. Kemi gabuar pak që jemi kthyer shumë prapa. Kur e ke ditëlindjen? Urime ditëlindjen. Urime Gjimshitit. Shkruaj një mesazh që nuk është ti je ushtar, veç do të më zbatu aty, tërkush paguhet me menue. A mropa përpara tërkush paguhet për atë punë thuj. Ti je veç me zbatu detyrë, të s'ka dalë ti përpara, kush ka dalë? Ka hujt shumë, i bjen që ka hujt. Veç dush me mujt me dalë thuj. Veç dush me mujt thuj me çit përpara thuj. Ja, gabim je. Tek është ushtari ka besu komandantit me nejtë Tash, ky u përzije, ky i ka përzi tela tash. Ky i ka marrë përgjegjësinë e dikujt tjetër që këti nuk i takon. Sepse a rrim mbrapa, a dole përbora vendos dikush tjetër. Nëse është kapiten që s'ta kon. Po jo s'ka lidhje, që kapiten. Ja, gabim e kiti. Jo më shumë gabim. Jo, shumë gabim e kiti. Ky veç me punën e vet, punën e vet. Është fushë vështirë, është. E çka ka qyrë? Ky veç ka thonë. E fort, po. Krejt në rregull ato që po diskutojnë. Po shumë mbrapa, nuk është e nevojshme shumë mbrapa. Valloja i forti 3 s'le me dal hiç. Veç ato ka arru me thonë. Ky i fort e s'na kanon me dal, çka? Faruk, kjo s'është. Jo, shumë e thjeshtë. Ja, s'është analizë. Jo, vallai analizë shumë e thjeshtë. Veç Anglia e fortë s'ta kanon me dal. Çka është duhet me thonë, do të më bëj korrekt. Kjo futja. Se s'kanon me mor frymë. Kjo çapo thotë futja kot. S'është analizë. Jo, futja kot është Faruk. Desha ka përfunduar. S'është Kush analizë. e kanon me dal? Kush e kanon me dal? Nështë e i kanë mëzdil mane, ato kime qenë. Po që e ka thonë. Ja ka si trombel, ja ka lidhë qarin. Të 16 që mëzdil manera. Po le, se lu të më thëtë sa tonë në ku më i me dollë. Po kur s'moj, Shqipëria, unë e menej. Unë e menej. Prap jem nështë i ka bushëm. Jude Bellingham letë si po thotë. Që Bellingham me ty për të një minut. Me 2 Evropionët që i ka bo Shqipëria, që ka një provoj, kampionat evropionën, kualifikime, nuk është e kësti nivellit me nejt ashtë mrapa bre Faruk, mu mbrojt, që ka ta bokserat 12 runda veç me të mrapa. Urna, nuk është, këtu e kam ato, nuk është e kësti nivellit. Njëtë si ti po mendojnë edhe analistat në Shqipëri të zëtë po kritikojnë lojen e Shqipërisë sonte. Pa tash nuk pedipe që po thojnë ata, po nuk është me nivellit, ti shkon një komtore e re, thët njëri po shkon struk është litje në Angli, struk është ku po shkon ti po zulmon Anglitja, je mirë. Po shkon me zulmon Anglinë, atje ke morë 5 opë, se s'përën mrapa, tash se ka nejtë mrapa. Gjithë morë është e na, hypse drova, ku e din ti që me se mua Anglinë, lartë i merë 5 opë. Ku e din mërë ti në, ke po ndjenë që në shka, nështë i jepë në 3, Faruk. Nështë i Anglia, nuk është e mirë që se ti e zulmon. Po ta me ta kaltu një fore, për s'po muj, një pos, ti për dhe qka. Ja, s'dion në qa. Nuk e dion qka veç, unë po të thëmë, nuk jem nivel, nuk jem ditë që Shqipëri, me gjithat provoj që kem, me ustruk, me nejtë mrapa, edhe ti, më mbrojt për 95 minuta me vujta shumë, unë e menoj, ashtë i prapja me i gabushën, po unë e për veti, po të isha treneri komtarës Shqipëris, me këtë njërë lojë nuk do të kësha lujt. Nashti do isha mbrojt, po do isha mbrojt në zonën 2, ma lartë që ato që ta treneri Samuel që në zonën 2 të pakten me disa topat morne, mund ki mundësi me mbrin gjatë të që të kundërshtarit. Jo a shfellë, te mos e mujt me mbrin, ndash me kundërsun, me ndash me heqe topit, është shumë probleme me mbrin gjatë të kundërshtarit, me një lojë si që dujtë i Shqipëria sëtë. Nuk, një të humur se të humur. Nuk ishte as pak fitore më ishte në 2, veç një, që ka të nëzërë, ma shumë nuk nëzën kja. Edhe me prosë të ta hinë, me që ka më kërë nuk nëzërë ma shumë. Qa kanë thonë Shqipëri, më thuj pak se po kom qëfë me di. Shqipëri gjithë e kritikojnë, si të tjetër e kritikojnë. Thomas Tuchel ka thënë se nuk ishte as pak fitore e lehtë, kemi parë ata në Evropian sa të fortë janë, ndërsa Jude Bellingham është e vështirë të luash kundër një ekipi që qëndron kaq prapa. Po shumë e vështirë. Gjithmonë është vështirë.